mirë pra miq, ashtu si që anonçova dhe pak më parë, pranë meje janë 2 të ftuar të tjerë. Ai është Nërgen Baruti, është volejbollisti i ekipit të Tiranës. Përshëndetje, kënaqësi që të kam studio. Sigurisht edhe volejbollistja Jennifer Pira. Përshëndetje dhe kënaqësi. Kënaqësi për mua. E si thëmë, thjesht volejbollistët ai që janë kështu. Sepse pas një shkëputje, për momentin pas një shkëputje të sezonit për arsyet e saj nga ekipi i Barleti Volej. Po. Për arsyet të mia profesionale, të cilat duhet i kushtoja më shumë fokus, kërkonin më shumë kohë, modesht që ta ndërprisja sezonin në mes me ekipin e Barletit, por që deri në atë muaj që neve kemi qenë bashkë, ka qenë një sezon i mirë dhe kam qenë e kënaqur. Me gjithçka si ka shkuar me ekipin, me stafin drejtues. Ndoshta jo dash me objektivat dhe me pritshmëritë që neve kishim, megjithatë, tani sezoni është ndërprerë, kështu që ju urojmë sukses e ekipit të Barletit. Në vazhdim. Gjen, ke ndryshuar mjaft ekipe, do të thras shkurt ashtu si të thirrur gjithmonë. Ke qenë pjesëtare në disa ekipe, faktikisht gjatë gjithë rrugtimit tënd, dhe ndoshta ku mund të çojmë pas disa kohësh, apo planet për momentin? Është surprizë. Duhet të mbyllet njerë ky sezoni aktual, sigurisht mos flasim me superlativa ose me bërë parashikime, dhe sigurisht do të shikojmë opsionet që do të vinë, dhe do të vlerësojmë kush do të jetë më i miri, absolutisht, dhe do të vendosim aty ku na plotësohen më mirë kushtet. Po ku ka kaluar Jenniferi vetë më mirë nga të gjitha ekipet? Tani Jenniferi ka dalë nga Akademia e Tiranës, nga Tirana ke Partizani, nga Partizani ke Barleti, nga Barleti ke Mirdita dhe nga Mirdita sërish ke Tirana një rikthim, dhe së fundmi tek Barleti. Tani unë kam kaluar mirë në çdo ekipë që kam qenë, e kam shijuar shumë të gjithë eksperiencën time, por absolutisht nëse do më duhet veçoja, do veçoja shtëpinë time të përhershme, që është Tirana, për gjithë përvojën që unë kam pasur aty dhe për gjithë grupin e gocave me cilat kam pasur të bëj dhe të fitoj eksperiencë, por nuk mund të lë pa përmendur dhe ekipin e Mirditës, kam pasur një lidhje emocionale me gjithë ekipin e vajzave atje, me shumë shoqe të mijat, kështu që këto janë në fakt sa do të pyesja. Në fakt je sigur që po thua Tirana, mos duhet thuash në një ekip tjetër. Jam shumë e sigurt për këto 2 nominime që bëra. Mirë, Nërgen, të kalojmë më shumë tek aktualiteti, jeni pjesë e finale së Kupës së Shqipërisë që do të zhvillohet ditën e shtunë Tamara Nikola. Si duket situata në ekipin tuaj? Sa jeni përgatitur, si po e përjetoni? Si fillim dhe të uroja për emisionin, se është hera parë që vi dhe është një emision vërtet i bukur që na bashkon gjithë komunitetin tonë të volejbollit. Shumë faleminderit. Dhe ndërsa për sa i përket finales, ne kemi gjithë javën që përgatitemi si ekip, edhe kjo ishte ajo finalja e shumë pritur, duke qenë se është Kupa e Shqipërisë, është kupa e dytë për nga rëndësia. Edhe kundrejt një rivali që e dim që është i fortë, Partizani, teksa përgatitjet dhe vazhdojnë, ne do përgatitemi që nesër që të shkojmë në Korçë, në mundësi, të shikojmë mundësi në zhvillimit të një stërvitje aty, dhe pse jo të krijojmë një ambientim më mirë me fushën, dhe ne do përpiqemi që të bëjmë një ndeshje sa më dinjitoze. Në fakt, edhe në edicionin e shkuar, kjo ishte finalja derbi kryeqytetas në fakt ndërmjet ekipit të Tiranës edhe Partizanit, e duket sikur tashmë po bëhet edhe traditë. Ashtu sikurse edhe finalja e Ligës Gjergj Kastrioti që ka qenë në edicionin e shkuar, që shkuam në Korçë sërish për të zhvilluar një derbi kryeqytetas. Sa të privilegjuar ndjeni veten që kjo finale po zhvillohet në Korçë? Faktikisht, do më thëmë personalisht për mendimin tim është mirë kjo gjëja, sepse sjell një zhvillim edhe në qytetet tjera, teksa shohim që përveç ekipeve të kryeqytetit duhet marrë zhvillim volejbolli edhe në qytetet tjera. Dhe përsa i përket financave, është një qytet shumë sportdashës, aq më tepër traditë volejbollit. Ne dim që Korça është një nga ato qytetet që mbushet me tifoz, përndryshe nga vendet e tjera që është edhe pse jemi kryeqytet është për të ardhur keq në stadiumet që kemi bosh. Dhe doja thoja që ne më vërtet ndoshta nuk kemi mbështetjen e atyre njerëzve të zakonshëm që përgjithsisht janë shoqëria dhe të njerëzit familjar,
Po gjithsesi është një ndjesie e veçantë sepse derbi gjithmonë është luajtur në Tiranë. Dhe teksa derbi luhet në një vend tjetër, ndoshta vazhdon pesha finales qëndron, por mund të themi një ndeshje pak më e stabilizuar dhe një ndeshje ku përballen dy ekipet e kryeqytetit, përballë një publiku që shpresojmë të jetë prezent, është ansianë dhe të jetë prezent siç e kemi parë në ato ndeshje ku vetë ekipi Skënderbeut ka luajtur, pse jo? Është një ndjesi më vete, sepse kur fusha është e mbushur me X tifozëri që i përket ekipeve është tjetë gjë ndryshe nga ata që le t'i cilësojmë thjesht sportdashës, vinë për të mbështetur volejbolin e bukur. Edhe ne ndjejmë një farë kënaqësie teksa shohim stadiumet plot dhe na krijon një motivim. Norgen, në fakt ju zhvilluat një sfidë gjatë kësaj jave që ishte përballja kundrejt ekipit Vllaznis, një ndeshje mjaft e rivalizuar që u mbyll shifra 3-2. Po. Si shkoi gjithë takimi? Duhet të them që kampionati këtë vit ka rritur nivelin. Shohim të gjitha ekipet janë përforcuar dhe po them përveç ekipit tonë që ndoshta edhe Elbasanit, ne kemi një përforcim. Shumica ekipeve kanë 2 ose më shumë përforcime dhe kjo ka bërë që dhe niveli të rritet. Përballë kishim një Shkodër më të fortë se çfarë jemi përballur në fazën e parë. I takojnë meritat edhe patjetër edhe skuadrës shkodrane dhe ndeshja shkoi në një farë mënyre ku rezultati tregon që ishte e luftuar, pavarësisht se neve mund ta mbyllim ndeshjen edhe më herët. Po patëm luhatje. Kjo ju ka shërbyer për të qenë më kompakt për të mbledhur, apo ndoshta mund të themi që u dha ndoshta edhe një ngarkesë qoftë fizike dhe emocionale përpara, sepse u zhvillua gjatë mesjavës, ta quajmë kështu, edhe sigurisht nuk është aq e gjatë koha e rikuperimit edhe përpara përballjes me klubin e Shqipërisë. Ne ishim përgatitur faktikisht për fundjavën pavarësisht shtyerjes. Por gjithsesi nuk është ky problemi kryesor, sepse ne jemi mësuar të luajmë edhe 2 ndeshje në javë. Dhe mendoj që u deshte një ndeshje para kësaj finales që na pret ditën e shtunë. Dhe kjo mendoj se ishte një ndeshje e duhur për të parë ku jemi dhe për të përmirësuar ato gabimet në mënyrë që të përmirësohen në finale. Norgen, shpeshherë tek ekipi i Tiranës kemi parë që lojtarë të ndryshëm, një nga ata edhe ti, keni pasur ndryshime në pozicionimin e pozicioneve të fushës, themi kështu. Shpeshherë qendra ka kaluar dhe lojtar 4. Që është rasti im. Si ke gjetur veten? Fazën e parë jam futur në funksionin e ekipit, në ndihmë të ekipit për të kryer një pozicion i cili nuk është natyrali imi, sepse unë kam një jetë që luaj në pozicionin e qendrës. Dhe pozicioni 4-s ishte diçka e re për mua, ishte, po them, argëtuese, më pëlqente teksa e bëja, dhe pse nuk isha në më të mirën time. Pëlqente se ishte diçka e re, apo ishte diçka e re, edhe po mësoja dhe elemente më të rinj, të cilët si qendër nuk ke mundësi ti praktikosh për ditë në stërvitje. Edhe mendoj se dash një ndihmë të vogël për ekipin, pavarësisht se nuk, siç thash, nuk është pozicioni im natyral, por gjithsesi unë jam në gatishmëri të ekipit dhe trajnerit, ku të më vendosi, unë do jemi detyruar të luaj dhe Mirë, megjithatë, edhe kur je në pozicionin tënd natyral apo e ndjen veten më të sigurt, sigurisht që kjo gjë përkthehet edhe në rezultat. Po, këtë mund ta themi, po nuk kam pasur shumë ndeshje në mundësinë të luaj në qendër këtë vit, duke parë sepse mund të kemi problematika të vogla, po e them, duke qenë se kemi qenë ekip i ri, jemi një Tiranë eksperimentale këtë vit, me lojtarë shumë të ri informacion, gjithashtu edhe unë eksperiment jam këtë vit, teksa po provoj pozicionet ndryshme. Dhe do shikojmë deri në fund se ku do jetë. Ndoshta përshtatem përsëri në pozicionin tim natyral, ose ndonjë pozicion diagonal, nuk e di, 4, nuk e di ku do vendosim. Ka, volejbolli mjaftueshëm pozicione për të eksperimentuar. Jennifer, pavarësisht se nuk vazhdon të luash, megjithatë ke zhvilluar një fillim sezoni që keni patur mjaft ndeshje, çfarë të ka bërë përshtypje gjatë këtij sezoni, ta quajmë kështu, tek ekipet e femrave?
Si tek kundërshtarët, pse jo? Është vënë në re një masivizim në thonjza i lojtarëve të huaja, pra fatkeqësisht nuk po kemi shumë lojtare shqiptare vendore që të arrijnë deri në ekipin e parë dhe t'i furnizojnë ekipet e para, flasim edhe cilësisht. Dhe kjo gjë ka bërë që i gjithë kampionati shqiptar, sidomos ai i femrave, të jetë shumë i varur tek lojtarët e huaja. Hiq ekipin e Barletit, si të Përjashtojmë shqipju ekipin e edhe Barletit dhe ekipi Partizanit. Partizanit, por në dallim nga Partizani, ekipi Barletit ka pasur vajza shumë të reja në mosh, Partizani ka pasur dhe lojtare me goxha eksperiencë dhe që bënin diferencën edhe në ndeshje që ishin vetëm në përballje shqiptaresh. Pastaj të gjitha ekipet e tjera pa përjashtim kanë pasur minimumi 2 lojtare të huaja dhe mos flasim pastaj për numra që vinin deri në 3 dhe deri në 4. Ti si e mendon këtë, duke qenë vetë lojtare që tashmë ke eksperiencë në volebollin shqiptar, është një element pozitiv apo jo aq pozitiv masivizimi i këtyre lojtareve të huaja në kampionatin shqiptar? Unë mendoj që përfshirja e këtyre lojtareve të huaja është diçka e mirë shumë pozitive, sepse na ndihmon në rritjen e nivelit të lojës dhe krijon një farë diversifikimi sportiv dhe profesionist aty në fush, ose ti mundesh që të mësosh nga lojtarët e huaja dhe ata t'japin eksperiencën e tyre. Por masivizimi në këtë farë niveli do të bëj pastaj që do të kemi një mungesë dhe do të jemi shumë të varfër në burimet që do të na sjellin lojtarë shqiptar. Ti mendon që të themi Shqipëria apo ekipet këtu në Shqipëri e kanë potencialin për të bërë një përzgjedhje të duhur apo një strategji të duhur në përzgjedhjen e këtyre elementeve, një përzgjedhje të saktë apo akoma, sepse mendoj që çdo ekip duhet të ketë të ngritur një grup pune që merret që nga videoanalisti, nga trajnimet e ndryshme apo seancat stërvitore për t'i riparë këto element nëse janë të duhurit, se kapim rastin e Tiranës që ka bërë mjaft ndryshime, nuk kanë arritur lojtarët e huaj të përshtaten ashtu siç duhet me ekipin dhe kemi parë largim të tyre. Ndoshta mos duhet korrigjuar diçka në përzgjedhjen e tyre, përveç një Skënderbeu tek femrat, ta quajmë kështu, që bën duket sikur punon mjaft mirë, apo një ekipi si Partizani që shpeshherë kanë qenë më të pakta këto raste për ndryshimin e elementeve të huaj që ka marrë. Ekipet e tjera duket sikur bëjnë shpeshherë një lëvizje shumë të madhe këtyre lojtarëve, i presin, i përcjellin, marrin të tjerë, shohin lojtarë të tjerë. Në fakt edhe këta personat që merren pra me që sjellin lojtarët e huaja tek kampionati jon, qoftë edhe për të rritur cilësinë, po edhe për të mbushur ekipin, sepse siç e përmenda edhe më herët, nuk ka mjaftueshëm elemente për të mbushur ekipet e para. Duhet të jenë pak më të specializuar, por dhe ata nuk kanë faj, sepse normalisht duke u nisur vetëm nga video që mund të gjesh në internet, në YouTube. Që sigurisht dhe janë videot më të mira. Më të mira. Dhe ti thua që wow, ky është një super lojtar dhe ai do të na bëjë shumë punë, ndërkohë që në momentin që ai vjen këtu nuk i takon ato pritshmëri që ti ke, performanca e tij mund të mos jetë në nivelin e duhur. Dhe ti je i detyruar që ti ta përcjellësh, po themi, domethënë, dhe ta ndrosh me lojtarë të tjerë. Mendoj që na mungojnë sadopak këta persona që janë të specializuar dhe që janë shumë të zotë në rekrutimin e këtyre lojtarëve të huaj. Megjithatë, unë mendoj gjithmonë që përveç lojtarëve të huaj duhet të jenë gjithmonë edhe ekipet zinxhir ato që do mbushin ekipet e para, sepse nëse nuk kemi ekipe zinxhir që do të fillojnë gradualisht me mësimin e elementeve bazike dhe pastaj me elementet teknik dhe me fitimin e eksperiencës duke u aktivizuar dhe duke luajtur, kjo pastaj do sjelli që ti të mos kesh lojtarët e duhur për të formuar ekipet e para. Mirë, Gjen, do të kthej pas në kohë për të nisur që në fillesat e tua, ashtu siç ti e the që ke ardhur nga Akademia Bardhe Blu. Si nisi gjithçka, domethënë për të gjithë teleshikuesit, sepse unë e di edhe fragmentin se si ka nisur. Është
më bën gjithmonë shumë nostalgjike me këtë pyetjen. Normalisht, si një pjesë dërmuese e lojtarëve që ka përzgjedhur ish trajnerja ime e të rejave, Rodina Omari, që si gjithmonë gjej rastin ta falenderoj që na futi në këtë rrugën e sportit. Jemi hasur rastësisht në rrugë. Na ka parë kështu si kallup të gjatë dhe ka thënë përse jo të mos merresh me sport. Dhe sigurisht, stër vitet kam filluar në Farie Hoti. Kemi qenë një grup shumë i mirë vajzash, atëhere, normalisht duke luajtur sa më shumë me njëra tjetrën, fillon që të lidheshim, të krijonim një kompaktësi dhe t'i gëzonim ato frutet e punës tonë dhe të merreshim dhe me pjesën e fitimit të titujve kampion. Dhe sigurisht që pas Zysh Rudit është edhe profesor Adrian Gorenza, i cili ishte një trampolin shumë e madhe për mua, për të mësuar për ekipin e parë, me gjitha gocat e rritura, dhe për të marrë atë eksperiencën e duhur, edhe për të vazhduar pastaj eksperiencën time në volejboll. Në ekipet e tjera. Në ekipet e tjera, sigurisht. Gjen, po familja sa mbështetje ka qenë për ty, për gjithë këtë rrugtim? Ka qenë, është dhe do të mbetet gjithmonë mbështetëse për mua, kanë qenë tifozët më të mëdhenj. Edhe vazhdojnë të jenë tifozët më të mëdhenj, më të zjarrt dhe identifikohen kollaj atje tek pallati i sportit, por që ata janë gjithmonë mbështetësit e mi më të mëdhenj. Identifikohen sepse gjithmonë brorasin, bravo Gjenë. Po, se me fishkëllimat e tyre kështu që i kanë sa do pak të veçanta, kështu që dallohen kollaj aty, sepse siç e tha dhe Norgini më herët, fatkeqësisht pallatet tona të sportit mbushen vetëm me miqe dhe me familjar, kështu që identifikohen kollaj ato elementet, kështu që... Norgen, po për ty si ka nisur rrugtimi për të qenë volejbollist? Atëherë, si një fëmijë, kam qenë gjithmonë i aktivizuar, prindërit më aktivizuar në sporte, kam provuar sporte si futbolli, sepse ai ishte pasioni si një fëmijë. Dhe në fakt gjithë fëmijët, gjithë djemt futbollista dëshirojnë të bëhen kur janë vjegjël. Djemt adoleshenta të mosh kanë qejf futbollin, sepse ajo është më e transmetueshme në televizor. Po, gjithsesi një ditë vendosëm që si klasë të kishim afër një profesor të njohur, Albion Hajdari, nga i cili kanë zgjedhur shumë sportista sot dhe gjej rastin të falenderoj. Përshëndesim profesor Albionin. Dhe ne si klasë shumica filluam të futëm tek stërvitja e cila ndodhej pranë lagjes, po themi, ku banonim. Dhe nga aty pastaj filloi ecuria nga para të rinjt dhe deri tek ekipi parë ku më pikasi saktësisht ka qenë Erben Sako në atë kohë dhe është një trajner që akoma vazhdoi lidhjen. Kështu pak a shumë nga Profesor Albioni ishte nismëtari i gjithçka. Profesor Albioni ishte ndihma e parë dhe si më thon kryesore kur na ka mësuar hapat e para, na ka mësuar batutën në volejboll edhe deri tek duhet të përmend edhe fitimin e titullit me profesor Albionin, gjë që është akoma, nëse mbaj mend mirë, është hera fundit që profesor Albioni ka fituar, kam qenë vitin e fundit që kam qenë unë, edhe për këtë gjë më vjen keq sepse nuk po shoh brez. Kemi qenë një gjeneratë e mirë atëherë që tashmë jemi një rëndësishme të volejbollit. Po ta shohësh edhe tek ekipi i Tiranës sot, 80% janë nga akademia e profesor Albionit. Edhe po ashtu dhe vëllezërit që janë të luajnë tek pjesë e Partizanit. Brezi ka qenë shumë i mirë, ka qenë dhe dedikimi nga ne me pasion, gjë që nuk po e shoh sot tek brezat, nuk ka shumë prurje dhe kjo është për të ardhur keq. Çfarë mendojnë që nuk shkon? Mendoj që po janë gjithë fajin internetit, po janë gjithë fajin është brezi internetit që nuk ka qef të merret me sport dhe nuk... Tashmë TikTok-un sot do ta mbyllim. Po inshallah e mbyllen. Tashmë të presim ndonjë mbyllje tjetër që ndoshta mund të bëjnë më efikas, a duhet një punë më specializuar e mësuesve të edukimit fizik, ndoshta për t'i tërhequr ata. Po, duhet një pikasje nga ata në shkolla, ato duhet ndërhyjnë, duhet jenë më të vëmendshëm tek gjetja e këtyre elementeve të rinj. Për sportet si volejbolli dhe basketbolli është shumë e thjeshtë, sepse mjafton të piketosh kush janë më të gjatë dhe të punosh me ta, edhe mendoj që ata me punë do bëhen dikush, pavarësisht se sa e vazhdojnë këtë sport, mund të kenë edhe dekzime tjera, pastaj dikush ndjek shkollën dhe si shumë veta që e kanë lënë sportin sot. Kështu që problemi kryesor mendoj që fillon që në shkolla dhe mbase duhet krijohet një agjendë në cilën nxënësit
të kenë një edukim qoftë edhe për sportin e volejbollit, basketbollit, në shumë sport që në mënyrë që ato të zgjedhin një sport preferuar, pse jo? Unë mendoj që në kurrikulën e orës mësimore ekziston si mundësi, po se sa zbatohet nga mësuesit për Këtë nuk di ta se them. është lë pak Këtë nuk për di të ta them, sepse dëshiruar. edhe në kohën time ne shumica e orës fizikulturës ishte topi futbollit. Nuk ishim të ambientuar akoma me volejbollin, thash doli rastësisht edhe u zhvillua si pasion më vonë. Kështu mund të zhvillohen shumë pasione tek shumë fëmijë të rinj. Nërgen, tek eksperiencat e tua të volejbollit, në ekip, në rrugtimin tënd, kë do të veçoje? Patjetër që Tiranën. Unë do të veçoja Tiranën sepse është vendi ku kam dalë si sportist, jam zhvilluar, është vitet e para tek të rriturit, gjithashtu është edhe gjendja u bëra viti 4 tek Tirana. Por patjetër doja të veçoja edhe Erzenin e Shijakut, që ishte një ekip ndryshe. Po them ndryshe sepse aty u mësova me një ambient pak më të veçantë, sepse pallatet e sportit ishin plot, edhe ishte një diçka që nuk e kisha ndjerë më para. Domethënë kishim luajtur kundërshtar me Erzenin dhe i friksoheshim tifozërisë tyre dhe kur ishe nga krau i Erzenit Shijakut dhe të mbështesin ishte një lloj kënaqësie në vete. Edhe pse deri diku i kishin pak kështu si tifoz agresiv pas here. Okej, ishin, por nuk do tifuz gjithë me një thes, kishte edhe nga ata që vërtet kishin pasion volejbollin dhe ndiqnin dhe interesoheshin. Unë në fakt do doja ta zgjasnim akoma dhe më shumë bisedën, por regjia më njofton që janë momentet edhe çastet e fundit. Unë ju falenderoj pafund që ishit me mua në studio. Sigurisht falenderoj të gjithë teleshikuesit që qëndruan me ne. Unë ju rikujtoj që ditën e shtunë Tamara Nikolla do të luhen 2 sfidat mjaft interesante, finalet e Kupës së Shqipërisë në volejboll për femra dhe meshkuj, duke ju uruar një fundjavë të këndshme, por sigurisht gëzuar ditën e verës. Unë ju lë takim të ende në ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë.